Ndryshimet klimatike po lënë gjurmë edhe në bletari. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve po ndikojnë në jetën e kolonive dhe në sasinë e mjaltit të prodhuar. Në Gjirokastër, bletarët po përballen me një sezon më të vështirë. Thatësira ka reduktuar lulëzimin e bimëve dhe si pasojë edhe sasinë e nektarit dhe polenit që bletët gjejnë në natyrë. Kjo përkthehet në më pak ushqim për kolonit dhe në prodhim më të ulët mjalti. Biologjika e bleta duron deri në temperaturën 45 gradë. Nëse nuk ka një strehim të rregull të mirë, do të thotë temperatura ndërdihet tek ne arrin 47, 49, 50, 53 gradë. Do të thotë imagjinoj se ku jemi pranë pragun e vdekjes. Jo pse ato do ekspozohen si koloni në temperaturë, do të thotë që janë të pashmangshme. Por kjo nuk është sfida e vetme. Specialistët e bletarisë ngrejnë alarmin edhe për sëmundjet dhe parazitët që mund të dobësojnë kolonit, duke kërkuar monitorim të vazhdueshëm dhe ndërhyrje në kohë. Varatosa, janë një 3 sëmundje kryesore, janë virusale, askosferoza, 5 sëmundje janë bazë, domethënë se që e të rëndisin bletën. Sëmundjet virusale pothuajse nuk kanë mjekim, qelësi është shëndeti i tyre, ripërtëritja, shtimi i kolonisë, njëkohësisht eliminimi i varovatozës, një sëmundje parazitare, shumë e rrezikshme ose vrastare në fakt. Ne kemi humbje blete vit për vit në gjithë territorin. Mbrojtja e bletëve nuk është vetëm një çështje e prodhimit të mjaltit, është një domosdoshmëri për ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit.